Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Hërlog. Edhe këtë javë natyrisht që do të diskutojmë për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë, se aty se çfarë po ndodh në fushatën zgjedhore në shoqërinë e Kosovës dhe në diskursin që po ndodh në shumicën shqiptare. Por mbi të gjitha, ne do të flasim dhe do të fokusohemi sot në këtë diskutim për atë se çfarë po ndodh në komunitetin serb. Sa ka garë elektorale, cila është gjendja dhe si po vazhdojnë Serbia dhe Aleksandar Vučić të bëjë presion të gjitha subjektet politike në Kosovë serbe, të cilët nuk janë me listën serbe. Për të diskutuar për këtë temë, unë kam politikanin dhe ministrin në detyrë, zotin Nenad Rashić për kthem dhe komunitete, i cili është edhe kreu i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë. Zoti Rashić, mirë se po takojmë sërish. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Në shumë mirë që ko pas kohë na vjen me diskutu, kisha pas qef me diskutu shumë për Ministrinë e Kthimit dhe Komuniteteve, për çështjet e njerëzve që i kanë të përditshme, për problemet, mbjetesën, e të gjitha këto që i shkon shumë e rëndësishme me diskutu. Se sa po na vjen për politikë dhe për zgjedhje, çu shpërshkojnë zgjedhjet dhe fushatat te partia juaj dhe të komunitetit serb në përgjithësi? Po, ju vetë keni përmend se kemi kjo është zgjedhjet e 4, mos gabojmë brenda 15 muajve. Dhe normale që njerëz jo sikur të shumica sikur shqiptarët dhe ashtu edhe serb janë të lodhur me zgjedhjet. Në veçanti për shkak që këtu te na në komunitetin serb në këtë aspekt është më shumë i përgjithshme është me luftë sesa me zgjedhje demokratike ose diçka e tillë. Dhe kjo po ndodhe po përsëritet çdo herë. Dhe une kom qenë ndoshta edhe pak naiv kur mendova që kur nuk kanë vepruar kaq të vrashtë dhe ashpër në mënyrë radikale, por çdo herë kur kemi zgjedhjet e ardhshme, prap po e ngrisin nivelin e ashpërësisë të temosh e radikalizmit ndaj qytetarët dhe kësaj radhe e ka rit një maksimumin tjetër ku ndoshta nëse keni përcjell edhe para do 2-3 javë tash u bë shumë herët kanë nisën fushat të tyre, sepse e kanë larguar nga puna do 20 plus persona, që të vërtetë numri sakt nuk dihet, se disa nuk kanë lajmëruar fare, sepse për shkak frikës që mund të bëjnë një hakmarrje shtesë ndaj familjarëve të tyre. Kështu që ne përjetojmë një veprim brutal nga ana të një diktaturë që padyshim që ekziston për këtë momentin në Beograd, dhe ne jemi ashtu me thonë dëmi kolateral që po zhvillohet ndaj nesh, në veçanti njerëz të cilët u përmenda pak më herët i kanë humbur vendet punës dhe këtë maltretim nuk ndalet aty, sepse prej momentin e parë, të thotë kjo ka ndodhur para 15 ditë ose më shumë, diçka e ka qenë. Të gjithë, jo vetëm bashkëpunëtorët e mi, të cilët kanë shkaqe ndryshme sepse kalojnë kanjëherë në Serbi, por dhe të gjithë njerëz të cilët kanë qenë identifikuar si votues të mi, votues të partisë të mi, ndalet në kufi i do njerëz që vinë e prezantojnë veten sikur antar të BIES dhe i marrin pyetje ka 3-4 orë. Unë jam fokusi i pyetjeve normalisht me konstatim që unë jam shumë njeri keq, jam ato epitetet të famshme, tradhtar dhe ashtu me radhë. Kjo është u bo standarde. Para mendoni kur gjendje abnormale, po i do këtë normale. Në aspektin një paradoksal, unë i kuptoj normale dhe kur i ndaljen aty, kur në thirin pastaj, po thëmë, okej, po e kemi ditë që kjo ka më ndodhë. Po në këtë rast dhe thash ma heret po bëhet edhe ma ashpër, se keni një organizim, për shembull, po marr shembull Mirdar ose Vraj ose në Rash, e keni grupet të organizuara të cilët i ftojnë krejt punëtorët, ja punëtorët të cilët funksionojnë në sesione servis, ja ata të cilët marrin ndihmë sociale ose cili do formë të mbështetjet financiare, dhe i ftojnë për të informuar dhe i marrin në do vende, në do dhomë ashtu sikur bodrume. Si më pyetje. Po, sikur më pyetje, dhe me një trajtim, me thonë, duorshe, normalisht që disa prej atyre njerëzve na tregojnë si kalojnë atje. Një personi atje që prezentohet si një farë shefi, dhe unë u përpoqë me gjetë kush është ai shefi që prezentohet, që po funksionon në emër të Vučićit, dhe ai është naj Miroljub Jeftić quhet, i cili është, paramendoni, këshilltar i kryetarit e komunës së Grockës në Beograd.
Kështu që krejt këto që po kalojnë bashkëqytetarët e mi është një terrorizëm që nuk ka një fjalë tjetër, sepse që të nisni kaq në një mënyrë armiqësore ndaj bashkëqytetarëve të vet, kjo nuk mund të kuptoj dhe kur nuk do të kuptoj, sepse unë si personi spari besoj që jam demokrat, pastaj dhe njeri human, por ata nuk kanë do kufi sa i përket kur vjen koha e zgjedhjeve, në veçanti pushteti, ku të vjen koha për marrjen e pushtetit. Zot Rashi, që ju lash qëllimisht me shpjegu këtë pjesën e parë që kisha dash pak mundal, e thashtë e fillimi çfarë po ndodhet te komuniteti serb edhe te ajo që është demokracia brenda komunitetit dhe e drejta për të votuar. Por e përmende me të drejtë pse po është që kjo le të themi që ky terrorizëm politik që e përmende po ndodh ndaj partisë sonde edhe ndaj njerëzve që janë përkras partisë sonde. Pse po ndodh që kjo edhe çka është qëllimi? Kishë thonë që pushtet, ose më mirë të them, ne jemi të vetma parti politike, dhe tash e kemi një garë vetëm një listë serbe dhe ne. Domethënë s'ka parti tjera. Nuk ka parti tjera që janë, por megjithatë dhe në të kaluara zoni vetëm ndryshe nga lista serbe sot në komunitetin serb. Vlerësim kur e shohni për shembull në kapacitete ose mundësitë kush mund ta fitojë, të them ashtu, ulset në parlamentin e Kosovës, vetëm ne jemi konkurrent. Dhe ne kemi pas në zgjedhjet të fundit, e kemi pas partinë e tretë e cila ka garu, por që them vërtetë nuk ka qenë diçka serioze, kështu që ka marrë vetëm 500 vota. Vitin pastaj në shkurt të vitin e kaluar kemi pas 3, 4 ose 5 iniciativa të ndryshme, por aty asnjë nuk është konsideruar që mund të kalojnë në pragun, i cili pragu është pak më i lartë se tek zakonshme tek për shembull Partia Shqiptare, se është 10%. Është një ligj i cili për mua nuk ka kuptim. Për me qenë me deputet. 10% për votave të cilat i marrin partia e parë. Që thotë në këtë rast, për shembull, rastin e fundit, zgjedhjet në dhjetorit, lista serbe ka pas 402.000 vota, ne kemi pas 4.800 diçka më shumë. Prandaj kemi kaluar 10% të votave të cilat i ka marrë ata. Prandaj, për ata parti politike tjera nuk ka qenë të konsiderueshme që të mund të kalojnë pragu, ashtu që kemi vetëm ne. Po jo vetëm kaq. Besoj që unë jam i njoftshëm, me thonë, njoftur me një parim i cili ka qenë për fillimit, dhe unë ton kohën po përpiqem që ta përdori atë metodologji ose kuptim të situatës, dhe ajo është një qasje konstruktive brenda institucioneve të cilat kemi në dispozicion. Dhe në këtë rast janë institucionet e Kosovës, i cilat janë e vetmi ram, veti frame, të mundësi të operimit. Këta tjerët, për shembull, sikur që lista serbe ka dëshmuar shumë herë deri më tani, kanë vetëm esencë të një qasje destruktive ndaj institucioneve të Kosovës. Qoftë në mënyrë direkte brenda institucionit, qoftë në mënyrë indirekte përmes institucionit të Serbisë. Pra kjo është qëllimi. Qëllimi është kushdo që është kundër kësaj vizë të listës serbe, është le të themi në një lloj tradhtori ose dikush që s'është që sa don të mirën Serbisë. Pushtetit të Aleksandar Vučićin këtë rast. Po, normalisht që sikur që thash, një destruktivizmi është në epicentër, kishte thonë, të diktaturës që ka në Vučići, i cila për brenda institucioneve shumë herë kemi pa deri më tani në formë pjesëmarrja, mos pjesëmarrja, po punojnë ose nuk punojnë për interesat të institucionet, por jo vetëm kaq. E ka ty edhe disa elemente tjera, për shembull sikur që Vučići tani sikur që përcjellni në Serbi e ka një situatë në aspektin politik alarmante. Kjo do thotë që nuk, sipas meje, nuk ka shans në zgjedhjet që vijnë që partia e tij mund të fitojnë. Dhe kjo shihet që ai është prolongu, nuk ka shans. Ju garantoj se është krijuar një me të vërtetë një fuqi popullore e cila shkon në drejtim të them ashtu rrëzimit të Vučićit. Dhe kjo nuk ka shans mos të ndodhë një moment, por ndërkohë ku e shoh këto, për shembull Vučić, kur e sheh këtë mundësi, të them ashtu në thojzë, për zgjedhjet të reja në Kosovë, i nevojitet nga aspektin psikologjik, jo vetëm atina, por i duhet të gjithëve aty që si një mesazh
në Serbi të thetë nuk unë jam i paprekshëm, kur kush nuk mund të fitoj zgjedhjet kundër meje. Ashtu që kjo përdoret dhe na prap edhe një herë, përdoret si poligoni ku Vučići konsiderohet që mund të fitoj krejt 10 deputet. Ose të vazhdoj pushtetin e tij në Serbi edhe përmes situatës duke kriju këto probleme në Kosovë. Sakt. Kështu që to janë elementet të cilat janë kryesore, normalisht aty mos ju përmend kjo që është aspekti financiar ku struktura e tij interesohet vetëm parat, tenderet, si di, këto elemente. Kemi pa raportime që edhe firmat e lidhur me Zvonko Veselinovićin edhe Radojićin vazhdojnë me marrë tenderat mëdha në Serbi, kështu të paktën nëpër mediave që janë profesionale në Serbi edhe rajonale. Po nalim me shpjegu për publikun në Shqipfolës në Kosovë, çka ka ndodhur me largimet e këtyre njerëzve në Graçanicë. Pra, fillimisht u largu një grup i njerëzve të cilët janë pagu nga Serbia, që Kosova i quhen si institucione paralele në shëndetësi arseme administratë në disa vende tjera, të cilët u largun fillimisht. Pastaj Serbia juve ose Vučići, Ivica Dačić dhe Petković dhe shumë të tjerë ju akuzun juve drejt për drejt që për faktin që ju alarmut që ata po ndërhyjnë në procesin zgjedhor ose fushatën para zgjedhore në Kosovë i arrestoi Kosova. Kështu të paktën dul publik. Çka ka ndodhur saksisht? Saksisht ka ndodhur paradoksi, po, vërteta. Saksisht ka ndodhur në Ejtin para 3 javë, mos gabosha. Ka nisur më thirr disa njerëz ashtu që zakonisht nuk po thrasin. Dhe kur i pash që e larguar nga puna Filjani, Shabani, ashtu me radhë, ashtu dhe unë kërkova për njënit, spari e qetësova, po them, mos kemi rak, këqyrim spari çka ka ndodhur dhe më dërgoi një prej vendimeve, vendimi për ndërprerjen e kontratës. Dhe unë e mora e lexova. Në pasuesin e dytë i tretë nisi. Po thot, ky personi po largohet ndërprerjet e kontratës punës për shkak të përkatësi politike dhe duke ditur që kjo nuk është lejuar çtu në këtë formë. Pra forcësh pjash specifikon. Në vendimin për ndërprerjen e kontratës po thuhet për shkak të përkatësisë politike. Që është skandaloze. Dhe është skandaloze jo vetëm ajo. Don nesër me kon evropiane, një vendim ose ku ta diun. Po, edhe çka është më keq, ai, për shembull këtë rast personi i cili ka marrë çatë vendimi për ndërprerjen e kontratës, unë e di që kur nuk ka qenë një antar aktiv, i ka bodo like në Facebook dhe kjo e ka marrë për të keqen. Paramendoni lajkat. Vazhdon në paragrafin e radhës, thotë gjithashtu, po parafrazoj tani, nuk mund të qartë. Gjithashtu, personi kaq e ka treguar sjellje të jashtëzakonshme, po pranueshme, jashtë orarit të punës, ku e ka najt për shkaqe ose qëndrimet politike me persona tjera. Njëherë kemi qenë, më kujtu pastaj, 3-4 muaj para këtë ndeshje që ka ndodhur, 3-4 muaj kemi qenë së bashku në një tavolinë prej 10-15 vete, normalisht ka një herë kur shkon ministër të kuajnë në shumë njerëz partisë, ashtu që dhe më kujtuan, po thotë, atë kujtohet atë ditë kemi qenë së bashku në drejt, po thonë po. Kjo ka qenë përkthim, kjo ka qenë arsye. Prandaj ai ka bë disa lajka dhe i ka ulur me mua një herë për drejt. Dhe kjo bukvalisht thuhet në vendim, për zoti Rashi, kjo, për një like, për një drejt që ul me ty, për një nëse edhe ministria e ka përkrah financiarisht një çështje sociale, ku ta dione, një biznes vogël ose diçka, nëse ka dalë foto me ty, ke shkuar ke vizitu, ka dalë video edhe për çat punë për largojnë ose po ka pasoja politike. Po ju jep një rastin e sotit, për shembull. Ne kemi do programe normalisht që her pas herë e kanë përfundim. Përfundimi është lista e përfituesve të cilët ne i ftojmë. Qoftë të marrin teknik bar, qoftë të marrin mobilje, çdo ministri edhe bujqësi edhe në të gjitha këto. Po, sot spari na refuzojnë prej 76, mos gabosha, ato përfitime ose përfitues. Do 4 ose 5 na refuzon të tëjsh. Po jo, nuk pranoj që po refuzoj. E dyta, nuk dojnë me pranu ndihmë. E dyta, kur vinë në shkrimin e kontratave,
70% e tyre, mas së paku, 70% e tyre refuzojnë të bojnë foto. Ose Publike. na lusin, Mos ju me lute, mos boni foto se i kam probleme ta. Se po ju tregoj për një, unë çdo herë, çdo Ky është presioni fushat po ju tregoj, nga ty. po, kjo është prekje e mirë. Presioni pa. Se kur ju nuk mund të imagjinoni në sa ekstremizëm shkojnë. Ju thash pak më herët, se cili prej njerëzve të cilët është identifikuar si votues partisime, për shembull, po nalet kufi ka terror, po e marrin Deri që aty shkon, deri që aty shkon. Para mendoni, dhe unë çka kom tjetër mi thon. Kretë atyre që janë me mua se më pas ato pasojë. Po them shikoni, spari që duhet të dinim. Me bien mund të bisedoni vetëm në bazë vullnetare, që doni me bisedu. Po përdo unë s'kisha bisedu, por policia ma marrë dokumenta, dhe s'po të në kthej dokumenta, po na jetu, se edhe aty është një lojtë të themë ashtu mashtrimit, ku e naljen, sikur që e policia të ke marrë dokumenta, se e ka një pjesë të ligjit tjetër ku thuhet që personi që është dyshimt ose supozohet që mund të jetë involvuar në do aktivitete kriminale, penale, mund të ndalet deri në 4 orë. Dhe ata përdorin këtë keqpërdorim, edhe dojnë qatë pjesë, ku e naljen njerëz, po jo 4 orë, edhe ma shumë. Që thot, kjo vetëm, jo në aspektin kur doni me të dilni nga Kosova, por në aspektin në tiftojnë, sikur që i thash ma herët, i ftojnë, dhe i kanë sikur një trajtim të vlerave morale. Po, mirë kallëzu ligjerata. Po, ligjerata ty, se sa i keq jam une, sa është nevojshme që të listë sërbe të fitojnë, dhe shtu me ra. A i lodh kjo njerëz në përgjithësi edhe pasaj me umar me politik, me përkra, madje të tjerët edhe me, si me thonë, me u shkëput nga kjo jeta politike, me thonë, a dhe shka s'po du heq, Deri në këtë moment nuk ka ndodhur, por shumica prej tyre po dëshirojnë që mund të jenë eksponuar në atë aspekt. Dhe unë po kuptoj, por e krijon dhe një revolt deri në një nivel të njerëzve tjerë të cilët e dinë drejtat veta dhe nuk kanë drejt dikush që t'ju nalet aty ose t'ju shantazhojmë me skema sociale ose me ndihmë sociale shumë rrallë. Por ne nuk jemi të vetëm. Gjithashtu pasojat njëjtën i kanë në Rom, Ashkalit, grupacione të ndryshme të cilat i kanë çfarëdo lloj të përfitimit ose benefitet të cilat vijnë nga radhat të institucioneve të Serbisë. Prandaj kjo është vetëm një pjesë të lufte psikologjike të cilat po ushtrohet që ndaj meje do 13-14 vjet. Besoni që e di që në intervistën e fundit më thonë edhe fëmia dhe familja dhe kjo liot ndalet vazhdon që ashtu me pas probleme. Vazhdon absolutisht edhe më në martvrasht. Nuk ka aty, shkoni, në radikalizëm, nuk ka kufi radikalizmit. Ju shkoni deri në fund, sikur që ky njeri jam i sigurt që dhe në të armën, uçi që është i vetëdijshëm që nuk ka pension politik, nuk ka. Për të janë vetëm 2 opsione. Vetëm 2 opsione. Cilat? Një është burg. Tjetra nuk e di. Ai PD këto, domethënë që absolutisht jam i sigurt nga situata në Serbi që po ndodh, me protestat që kanë ndodhur viteve të fundit, me zhvillimet e fundit, me këtë vrasje që ndodhi tash të fundit, të cilat gjithashtu një shembull shumë i mirë. Deri në ku kanë ardhur institucionet të Serbisë. Para mendoni. Shkarkimi të gjithë institucionet ligjore. Para mendoni që një personi i tretë, hajde me thonë, në Serbi, sa i përket sigurinë brenda policisë, që të jetë kryesi të veprës penale në një restoran ku kanë pas 12 dëshmitar dhe që ta pastroni krejt situatën dhe të çuni trupin e tjen. Dhe a dini çka është interesante aty? Kush ka iniciuar rastin? Është një përfaqësues diplomatik që rastësisht ka qenë aty. Dhe ai ka raportuar, para mendoni 12 dëshmitar, shefi policisë aty, dhe ju e keni njeri i huaj në thojza të raportu rasti sepse ka qenë për fat të mirë, ka qenë diplomat dhe u dash shtu sipas obligime detyres që të raportoj rasti. Për ndryshe, nuk kishim ditë, unë jam i sigurt që nuk do të kishim ditë. Para mendoni nivelin e krimit të organizuar. Publiku se kishte marrë vesh.
Për këto, e di që kemi folë bashkarisht në të kaluamën, ka pas edhe raporte i fundit e misionit të vëzhguesve, edhe raporti le të themi i përfaqësuesit parlamentit evropian, raportuesit për Kosovën ka thënë që presioni që ndodh ndaj komunitetit serb në Kosovë që janë me listën serbe, po shpeshherë po mesin në za. Ju, si lider i partisë suaj, a i keni informu, le të themi, përfaqësi diplomatike në Kosovë, institucione tjera, për me tërgu çka po ndodh realisht, sepse kjo veç garë pasaj nuk është. Si çdo herë, mos mendonin që jam politikisht naiv. Dhe unë e di si duhet një problemi që ta rritet nivelin e fokusit, të them ashtu, të njerëzve, dhe sikur e keni përmend vëzhguesit, se si të vinë për çdo herë. Çdo herë unë këto tërgime që tash juve tani e boj më gjerë, me më shumë detaj, me raste konkrete, me krejt, dhe kjo bile e kemi, konsideroj që kjo është një proces i zgjedhor për mua 11 ose 12, që edhe unë kom shumë eksperiencë në atë aspekt, për të keqen e kom eksperiencë me këta listë sërbe ose SNS-it Vučićit. Në këtë rast konkretisht, po i kthehem në këtë rast, unë në ditën e parë që përmenda tash para 2-3 javë, kur ka ndodhur kjo me largimin nga puna, ndërprerjen e kontratave të punëtorëve aty, normalisht informova, bisedova me ata spari, me ata që janë dëmtuar në këtë proces dhe e premtova një ndihmë juridike falas, ku mundemi të them të insistojmë dhe të gjejmë avokatët që do të mbrojnë interesat e tyre. E dytë, normalisht e konsiderova që është e rrezikshme një trend i tillë ku mund të humbin shumë më shumë njerëz vendet të punës, sepse vetëm që janë përkatësi politike që janë votues të mi. Paramendoni, për lajka, sepse ata nuk mund të dinë as dikush votues se jo. Për lajka që të humben vendin e punës për mua është merr. Megjithatë, unë gjatë dite, sepse nëse kujtohet atë ditë kemi pas mbledhjen e qeverisë, diku ka ora 3, 4, 5, dhe atje edhe tregova që ka ndodhur, por ndërkohë e shkruajta dhe sikur një mail informues. Ka qenë me thonë du faqe ku e ceka sakt çka po ndodh në sikur në mërdar në ato bodrume që thë një trajtim të një represion, gjithashtu për vendet punës të cilat ka humb njerëz, për maltretimet të përditshme të cilat po ndodhin ndaj serbëve. Këto informova të gjithë ata korin diplomatik, sepse normalisht si çdo ministri kemi korin diplomatik në Kosovë. Po, korin diplomatik, sepse ne normalisht kemi një fletore, të them ashtu, me informacione, me mailat të gjithë për mailing list, po, të gjithë përfaqësues, dhe jo shkruva du faqe, po them ashtu, që me informu sa më saktë është e mundshme që kjo çka po ndodh, ju lutem, dhe shkurtoj versionin aty, dhe ju lutem reagoni kushdo që bën një gjë e tillë. Ju kisha lutë që ta keni në mend se kjo është papranueshme në botën moderne. Besoj që ju gjithashtu sikur ne që besojmë në vlerat demokratike evropiane, për votim i lirë, duhet ta bëjmë një përpjekje, një korpus përbashkët që të luftojmë kundër ato dukurive negative. Nëse. Edhe çka ndodhi nga kjo informatë? Asnjë ambasadë nuk ma ka kthy përgjigje përveç njënit. Dhe ajo është ambasada Maltezit, që jam falenderues normalisht. Por asnjë prej ambasadave nuk ka reaguar, se kjo nuk ka ndodhur, por nuk kanë reaguar dhe të konfirmojnë që ka problemi. Honën pastaj, pas weekendit ose të martën, nuk ka rëndësi, pasi që kjo jo vetëm që nuk është nal, por eskalu edhe më tutje këtë represion, unë shkruva edhe një letër, pak më shkurt tani, se e ka një besim në diplomaci që letrat më shumë se një faqe nuk lexohen. Okej, e shkurtova. U shkurtova, sikur një përmbajtje, ku thash, please, I urge you to stop and to condemn any form of this kind of discrimination. Ju i luta se për të naljet këtë formë të diskriminimit, sepse me të vërtetë është tepër. Dhe paramendoni, dhe në atë mail që ka qenë i shkurtuar nuk kam pas asnjë përgjigje. Prandaj është për mua është jo vetëm shqetësuese, por zhgënjuse. Se unë besoj në vlera evropiane, në parimet njerëzore dhe demokratike të cilat prezantojnë këtë shtetet e Bashkimit Evropian,
por mos të ketë asnjë përgjigje në këtë mail është ma shumë se si një dëshpërim momental. Zakonisht kur e nisim diskutimin e bëjmë një farë lloj analize të gjendjes të situatës, po shkojmë drejt asaj që është fundi i zgjedhjeve, por ajo gjithashtu që është po edhe reagime të shumta, sidomos të eksponentëve të përfaqësuesve të listës serbe, të zotit Igor Simić, të zotit Petković si përfaqësuesi i Serbisë që ka reagu shumë a shumë, sidomos ndaj jush, pra keni qenë target i përfaqësuesve të listës serbe, Petkovićit e të gjitha niveleve tjera. Nga kjo situatë duke ju tentu mi ju fajsu juve personalisht për gjendjen, pra jo duke thonë që s'është ashtu ose diçka, po targetin kryesisht e kam pas sidomos për deklaratave zyrtare, që e kam pas ato kanë qenë publike, edhe janë publike çdo ditë nga ta. Pse është kjo kryesisht e lista serbe, që për shkak që kanë oponent, apo për shkak që s'po duhen me pas zot tjetër? Po, shikoni, kur kanë ato deklarate që i kanë bo Dačići dhe tjerët, normalisht se caku kryesorja mune. Dhe besoj që Danasi, ky gazetë editore, një gazetar më të tjeri, po thotë çka mendoni për çka është referu kjo fajtor. Më thonë me të vërtetë, me logjik, po më tregon, ja, kanë me arrestu ata prokurorët policin ose dikën tjetër, ja kam arrestu ata qytetarët e cilë ka humbur vendin e punës. Unë s'po i kuptoj çka dëshirojnë që të tregojnë ata që kanë kontribuar të arrestimin e personave të cilët paramendoni e kanë ndërprer ilegalisht, paligjshme, në mënyrë të paligjshëm i kanë ndërprer kontratën e punës dhe zakonisht janë familja të cilën ka pas vetëm ka një pagë në familje. Tash të tregoj raste aty që me 3-4 familjet të cilët i kanë lënë pa hyret, pa pagët, dhe prej të një ministër të policisë thotë të gjithë që kanë kontribuar. Është absolutisht jo nonsens, por ju e shihni aty që interesa ose me tendencat e tyre nuk janë as pak për kurfar, jo vetëm për një humanizëm, kuptimin e situatës, respektim të ligjit, por e rishkoj edhe ma tutje, të kërcënuar të gjithë tjerëve të cilët eventualisht po mendojnë që mund të brojnë interesat të veta për mësicionit, mos boni një gjë e tillë që dhe juve po ju pres në i farë prosekutim ose në i farë represioni cili vjen në radhës. Kështu që une nuk pres asgjë të mirë normale nga lista serbe, dhe zakonisht gjithë e kanë si me thonë, në tendencë të vepruar në drejtim të kërcënimeve, shantazheve, dhe kjo po vazhdon vetëm gjithmonë po vjen pak dëshpërim këtë rast, sepse nuk ende institucionet e Kosovës nuk veprojnë ashtu siç duhet të veprojnë. Nëse cenohet integritet, absolutisht, nëse cenohet dhe bile ekzistenca të njerëzit, nëse drejtat esenciale po shkelit, nëse cenohet dhe kushtetuta, me të vërtetën duhet me pas një kufi, se ata kufin nuk kanë. Une me plot përgjithësi po i tregoj, ata kufin nuk ka, ata do të vazhdojnë që na shkelin deri në fund deri që thuhet ajo till the last serve. Deri në serbin e fundit kanë në vazhduar që ta përdorin si mekanizmin, sepse nuk është aty jetë e qytetarët në vëmendje. Është pushteti, që duhet të marrë pushteti që ta bëhemi destruktiv brenda institucioneve të Kosovës se i prishim punët. Po, absolutisht. Janë një mendim shumë naiv të thonë vërtetën, por megjithatë kjo është mendimin e tyre. Prandaj cili formë mund ta luftoj unë me ata? Me cilin formë? Te fundi me gjithë faktin që ju ishit edhe në zgjedhjet e fundit kaluat edhe partia juaj, njerëzit që përkajnë subjektin tuaj, edhe garuat edhe në zgjedhjet lokale, edhe në verion në 3 komunat veriore të Kosovës. Përkundër presionit, shantazhit, largimeve, madjeve edhe atë dhunës fizike, edhe dhunës fizike, mos harrojmë. A do thot kjo që ju do të arrini qëllimin të keni deputet në kuvendin e Kosovës për faktin që u prish ajo matematika në pak a shumë të lista serbe edhe të kontrolla dhe deputet kryesisht në paka,
nuk ndodhi 2 herat e fundit dhe kjo prishi pak matematika. Normale për që çdo veprim që bëjmë në veçëti kur nisit zgjedhjet normale që qëllimi është që të jemi pjesë e parlamentit, se aty është cak kryesor për shumë arsye, le të them vërtetën, sepse besoni që shumë njerëz mendojnë sikur unë. Po ju garantoj, shumica e serbëve mendojnë të njëjtën. Por nuk e thon publikisht, ose nuk kanë ende. Po, se metodat të represionit janë kaq të vrashta, kaq të fuqishme, që definitivisht nuk mund të ikesh prej asaj rrethi të veprimeve të cilat janë të ndërlidhura. Po paramendoni ju të gjithë institucionet janë të angazhuar tani vetëm mos rëshiqi mos me fitu një deputet. Paramendoni, institucionet e Serbisë janë të gjitha të gjitha janë të angazhuar për rëshiqi mos të merë deputetin në Kuvendin e Kosovës. Parona çfarë pune? Paramendoni çfarë fuqia mune. Jo, çfarë pune ka Serbia në kohën kur vendet tjera të Ballkanit po ecën drejt Bashkimit Evropian, Shqipëria, Mali, Zi. Serbia qohet, domethënë ka kohë dhe vullnet dhe mundësi për me blloku në nadrashin në Kosovë, ose më bote vërtet. Po dhe kjo benefita, premtime, parat cash. Sa do të shtohen gjatë ditëve të fundit të gjithë. Ditë të fundit jo prej fillimit kur ka nis, unë alarmi në vish ka qenë në momentin kur ka ndodhur kjo, në atë moment ka qenë 1 muaj, gati ndoshta edhe më shumë, kur ka ndodhur rasti i parë rrugimi nga puna. 1 muaj para asaj kohe unë mendova, opa, kjo është diçka shumë gabim se shumë herët ka nis. Dhe kjo u rezultua që janë të vendosur tani që ti përdorin çdo mjetet që kanë, qoftë zyrtare, qoftë jo zyrtare, dhe duhet të dini aty kush e udhëheq krejt këtë procesi dhe dini pse nga ka i vijnë krejt ato financët. I udhëheq është në kryetari i listës serbe, Radojić. Kjo dihet, kjo është e njoftur dhe e dini dhe ju vetë, dhe unë e di që Vučići çdo një përfaqësim të diplomatik nga cili do prej shteteve të BE-s ose Amerikës i tregojë të njëjtin send. Ata që janë përgjegjës për banjës duhet ta... Ja kanë thonë edhe NATO, edhe shefi NATO-s, edhe NATO e ka thonë në vazhdimsi, domethënë edhe kur isha me një konferencë NATO, shefi NATO-s Mark Rutte ka ripërsërit, kemi deklarata të ndryshme të dhëna në Kosovë dhe në Serbi, edhe para Vučićit që ata duhet, domethënë sulmuesit e Banjskës duhet të përfundohen në burg para drejtësisë, e vërtetë. Mos reagimit e Vučićit çka i tregon? Që po i duhet jashtë me krypunë. Jo, mos reagimi e Vučićit. I tregon se sa të ndërlidhur janë ata 2 persona të cilët të përmendëm tani. Prandaj në këto rrethanat ju e kuptoni që kur nuk keni as reagim, as bile shtu formal të Bashkimit Evropian ose shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian, bile konfirmim të me, bile një letër të thirrjes për një kuptim të procesi zgjedhor, procesi në lirë, zgjedhor, mos të interferohet, ashtu, nuk ndodhet as ajo. Dhe tani, kur ju po ballafaqoheni me këtë fuqi të madhe, djerish mund të thonë fuqi të madhe, pasi që krejt institucionet kundër një rëshiqi, cilit opcion keni? Nuk kom brapa. Unë e po vështoj për shkak të parimeve të mia të cilit i kemi zhvilluar brenda 20 vitit fundit. Që toleranca, një bashkëjetesë është e vetme mënyrë. Nuk ka mënyrë tjetër. Dhe bazuar në këtë, 20 vjetë kom investuar që ta ketë një impact këto mendime të mia, dhe tash vjen një radikal ekstrem, një diktatori i cili konsideron se cili që mendon ndryshe duhet të përfundojnë në formë mos si përmend bashkrejt, por mos të ekzistoj fare sepse ai po më pengon. Zotin Nena Drashić, knasi gjithmonë me diskutu për tema, shumë kisha dashur më shumë që thash në fillim me diskutu për ministrin, për me po çfarë janë zhvillimet, ku janë problemet, ku janë sfidat, por na bjen pak me diskutu për ministrin, por na bjen shumë më shumë me diskutu për çështjet, problemet e komunitetit serb, sidomos në kohën e fushatave zgjedhore, si kjo që vazhdon me presion dhe shantazh dhe ato kërcënime të cilat i prezantova edhe te. Faleminderit shumë. Faleminderit për të, se një herë është interesante dhe mbesoni që jam më shumë të i ljotur për shkak të temave të cilat po përsëriten për çdo herë. Kjo është
një abstraktizëm, të them ashtu, ku ne po flasim që me vite po flasim njëjtën temë, për në vend që të bisedojmë për do ideja progresive dhe ose ideja çka më bën në të ardhmen. çka më bën në të ardhmen, ne po flasim vetëm për to. Po shpresoj që kemi me pas mundësi me fol më shumë, ndoshta po vjen të ndryshu diçka edhe te komuniteti serb nga brenda subjekteve politike në të ardhmen. Faleminderit shumë zoti Rashić. Ishim me ministrin në detyrë për kthejmë dhe komunitetin Nenad Rashić, me cilin folëm për zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme, sidomos në fokus të komunitetit serb. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.